Solli jam Ali Bey, solli. Ti qenë kë? Byrë misafir. Një tjetër, zoti Rezbat. Si je? Një tjetër. Që ke munduar këtej, Salaga? Unë bën kohë që s'na ke shkelur në shtëpi. Erdha për një hallë. Ju qënë të falura Bunat Saliu. I duhem para. Solli, të kam me i qa, mos ta merë në qafë. Se së të kemi bërë dhe nëjë të keqet, Bunat Saliu në tjede ka zove të komunistët, që janë të abejt nacionalisht. Unë bëra si më thanë, dhe tani po bëj si më thonë. A e diti se komunistët na kanë tatuar me 15 milion frangari dhe se afati këstit të parë po mbaron? Ku t'i gjem të aparat tani? Edhe mua mi morën livadet. Tani do na marrin edhe tokat. Pa manëve, Solli, po nuk kemi, beson Perëndin t'i veç japim shpirtin t'japim. Po nuk kemi. Dëgjo, të kam në qa. Se mik të kam patur, mik të kam, po këto më bete mas mi bëj. Mas mi bëj se do marrë në qapë. Ju bejlerëve ju vjen të pështirë nga era e opingave tona. Mirë. Që ti them Bunat Saliut? Solli, shka që ka punë të net, falë, zoti. Më në bjenë qau se e me allergji. Ja zëk ju qoftë. Dëgjoni këtu. Kafshoni juën për këto që ju thash. Se do t'ju rjepim lëkurën. Hare, Solli! Dale! Po të kam mik të kam, po për këto më bete besoj, nuk të majtë në shpi. Sol qenja, sol gjarë prire. A i poshta. Është bërë spiun qëni, dëgjon ti. Se qiko qëfar sa jonë. Që të vej pastaj ta kalzoj të komunistët. Po shna gjeti neve. Po ti qa ke këshure, bje? Qa ke se të ka i kur qenja fare? Ha? Baba, na morin qafë. Bëm gabim që e përzumë. Se, dale, prit. Do të na e falë Bunat Saliu këta. Pare s'pa. Po e në vetë orbirë. S'të kam kalzuar një gjë, baba. Kam pasur frikë. Frikë? Ti? Jo vetëm Solli, por edhe unë kam qenë vjetë. Tetor. E një këtë Rezbat Bey. Si nuk e një, zoti Bunac. Me Aristotelin kemi qenë bashkë në normale. Ta pa ta thënë që atere, mor Aristotel, të mos ngatrëshën këto punë. Këtu lahen të gjitha. Vërtet, këtu do të lahen të gjitha. Ja ku u poqëm, more biri i zmeqarit që harra me pacit bukën. Ta kemi pasur borç. Borç? Po ku lahet ajo me atë që më ka gjetur. Ytat, edhe ti,
Jeni rritur të kunë, more faqezi. Të kam patur si nip. Pa më thuaj, more qëni biri qënit. Si doli gjani tim biri, jadhit. Nuk ta kam parë. Nuk ishe ti në gjinaruk, kur ma kapën dhe kur ma vrat. Isha por e kur e vran. Po përse, more buk shkallë, përse? Ti e kishe si tëndin. Me komunistët ishe. Si s'tu dhim se tu thoshe një fjalë që ta lironin. Përse, more tene? Përse ma vrat jadhi? Jadhi si bëri psoj. Dhe ti, murit e i pari e the me pushkatim. Kështu, ha? Kështu, mori qarë për i lazajve. Sa lili i ti të gjitha. Ngordha lash. Bëjasha pëteshe. Bëjasha. Nuk bëjasha asgjë. Krimet e jadhit i din gjithë. A i lehutuart me qakun e popullit. Esht! Më kanë lënë mua të gjykoj. Nuk e në një qik frikë, se plumin nuk ta kursej. Sot Lili do të marri hak për të birin. Ta dish? Që nke bërë goxha mash, more sot Lili. Sot Lili, nuk e për të sosur mua bete sosi dhe, he? Nuk la pret puna. Ja tani. Nuk i dridhe dora sot Lilit, ti shtyp kokën një gjerpëri. Shumë je fshehur, more sot qeni. Edhe ti Rezbat Bej. Por nuk kini për të shpëtuar drejtësisë së popullit. Në ritardën ngordni. Ta dini. Ik. Mbathje. Se dua të shoh se si i tërëmesh frikës, mori Jezit. Do të shtije nga mrapa. Të shoh se si do t'i dredhosh plumit. Mbathja! Po të drodhora, lerje ndoj tjetëri edhe punë. Nuk e kemi zakon në partizanët të vritemi duke ikur. Fjallën e fundit! Komunistët nuk pendohen. Populli do të varnë litar të gjithë ju qenerit. Po këtë s'ma kishe thënë. Po ç'të të thosha? E si vajte? Erdhën dhe më muarën në fermë. Të muarën? Po këta? Lingje? Si kur ta dinin, Ama kështu që në ka puna. Unë kështu kanë bërë mirë qenit. Pa vishu? O bura vishu dhe shko me njëherë të amdi caka. Baba, qke orë ti e gjena e njeri, unë t'i nisim ca para buna caliut. O bura! Nëse me këte që po bëjnë komunistët se kanë dhe gjatë. Edhe me atë shejtanin sollin e ndreki. Si bie hunde ati e një mirë. E po, si t'jetë thënë, o birë. Këta po në rjepin në kurën edhe. Më e veshti, e diti, 6 milion franga në kërkojnë t'i dozoj pas nesër. E pra pos lëvizën nga mori lumin. Daj pa, ha? O bura. Hajde. Në fshatin Magaj janë merremetuar 15 shtëpi dhe 3 kasolle. U grumbulluan dhe 135 top trarë dhe 135 top trarë.
Po, zyret atimeve jemi. Gori. Po, si ordon shoku të marrë. Ja tani. Spiro, më bëjnë që i gati llogaritë taq tilit, i kërkon shoku të marrë. Taq frutit thuj më mirë. Do se ne ka marrë shoku Skënder. Ka shkuar ta në kohët Kribaza. Më takoj dhe mua sot që në mëngjes. Ja, ora. Kur i mbaron afati i dorëzimit kostit parë? Pas nesër i mbaron. Pas nesër mbaron afati dhe pra Libe i vrahën, Zojnë dhe Halunjën. Në mos i shlefshin, do të fillojmë sekuestrimet sipas ligjit. Ta i tili me shok le të shkojnë të ankojnë ku të dua. Ama në Gori. Për kokën tënde i thuaj tirojës mos na lë lart borgjezët. Nuk po në rehat fare që të punojmë. U ka hyrë zekti me amane dermane. Po nuk ka as aman as derman. Llogaritë janë të paqme, do t'i paguajnë 1 për 1 si derrat. Gori. Më fal shoku Skënder. Erdha për dosjen e taqtilit. Dosjen e taqit? Po. Pse? Na ka kërkuar shoku të morë. Ka shkuar të ankohet siç duket. Ka shkuar të ankohet tek shoku të morë. Aq mirë se s'ka. Atje le të shkoj se rregullon të morgjikat. Masi se s'ka mbaruar akoma punë. Faleminderit. Këto zoti Taqi në rregull i ke. Ai në punë si bankës i ka katranosur si ka mundur. Shoku të morë. Ta ti me dhjen duke u bazuar diku, se në ty mi mund të bëni që të doni. Po kjo nuk është e drejtë. Të drejtën e dim më mirë se ju, zoti Taqi. Ja pa të shojmë ato llogaritjet tuaja. Po, 2.300.000. Kësti i parë 1 milion deri në 6 mars të vitit 1945. Në rregull fare. A e dëgjove zoti Taqi? Më 6 mars do të paguash këstin e parë. Shifrat që ka caktuar komisioni janë llogaritur mirë. Po llogaritë e bankës tregojnë në krem ndryshe shoku të morë. Shumë aq kam atje shpes para. Ne ju duhet ta dini. S'kemi pasur mend të grumbullojmë aq tolla. I kemi bërë shekumbull. Sa aq dini? Po ku mund t'i gjej 1 milion deri pas nesër? Ke pasur 2 dyqane manifature, zoti Taqi. Virgjine Pazari dhe sipërmarrjen Dajlan Peshkut. Ai në punë si i bankës që të ka lëshuar këtë paçavure i di këto? Llogaria bëhet fare kollaj, prandaj gjej parat edhe paguaj tatimin. Po nuk kam. Dhe nuk kam për t'i paguar. Toni shpirtin. Merreni. Unë do të shkoj të ankoj më lartë. Kjo s'është e drejtë. Ky shkatërim. Gori. Ku kujton se shkëtuajmë qenë? Po kjo priti. Atyre u ka hyrë Zegali dhe janë bërë si të tërbuar. Dëgjoj këtu. Asnjë lëshim. O të paguajnë 1 për 1 parat që i kanë vjedhur popullit o s'ka. Pardi e zoj t'i gjetën tretën e qe me Florit fshehur. Kurse një horr atje në bankë na lëshon të ftesa që këta nuk kanë parat deposituara. Pa ma qëroni nga banka të borgjes me Suze. Në kanale qëni. I pa të thënë që atëherë shoku Latif Bora. Po është njëri ndershëm, tha prandaj e mbani. Ore, dëgjosh të themun ti, jo Latif Bora. More vesh? Nesër të cikteriset nga banka. Do të gjejmë njëri tjetër që ta shojmë në vend të tij. Meri, të thërita që të mos guxojnë të vinë. Ankesa tilla s'ka. Të paguajnë parat në mos sekuestrimin sipas ligjit. Çfarë? Shoku Caci ti e shesh jam i zen. Nuk pres njeri. Ashtu e ka një punë ky shoku Toma. Ju kanë tatuar rënda? Thoni se nuk keni as një grosh. Por të ne qetë me Flori keni groposur 3 qeti sa ku. Zotërim, hiqni dorë nga këto manovra. Ne nuk do t'u lëm. Po, shoku Tomor, ç'ne unë me Floririn?
Paguaj atëre, s'kankes. Është mësues muzike ky shoku Toma. Çfarë? Jam një mësues muzike. Kam qenë në Prishtinë, në kampin e përqendrimit. Si, jeni mësues muzike? Po. Ju kanë tatuar rend, a? Mua. La fal shok, të mora për një nga ata borgjezët. Po urdhroni, uluni. Si e keni punë? Kam bërë një këngë. Po, dua t'i shërbej pushtetit popullor me aq sa të mundem. Dua të ngre bandën e qytetit. Po, të ketë muzikë darkave. Muzikë me këngë partizane. Ke bërë një këngë? Po. Dhe do që të ngresh bandën e qytetit? Pikërisht kështu. Pashi. Pa ta shoj mirë që këngë ke bërë. Shqipërin të bëj manuse, dirësën tonë vendi pret. Bukur. Po kjo që nga shumë e bukur. Apo jo, Gori? E ca si? Dëgjo, unë nuk di nga punët e muzikës, po kjo që ke bërë orë mësus më pëlqej shumë. Në të shkollë jep mësim. Në shkollën fillore të përroj. S'kam 3 javë që kam filluar. Po ku banon? A i ke familjen këtu? Jam beqar. Banoj vetëm. Më kanë liruar një dhomë aty në shkollë. Po ku ka dhoma shkolla tek përroj? 2 sallat mëdha janë aty. Më kanë liruar një kthim që shërbente për qirin të kishës. Mirë jam shakutomor, mirë jam. Atje? Pa ishta urë, more shoku mësus, çdo më thua se të kanë liruar. Jo, kjo nuk është në rregull fare. Mere këtë, edhe shko tek shoku Skënder, të të japin një dhomë për të qenë. Për atë punën e bandës do të bisedoj unë. Këngën që ke bërë ta mësojnë të rinjtë e qytetit dhe ta këndojnë darkave. Bukur, shumë bukur. Pas ke bërë një këngë shumë të bukur. Faleminderit. Tani nuk po ju marrëm shumë kohë. Tunja t'i dha. Dhe ke fashizmit. Liri e popullit. Për cilë, Gori.
ja që u lakën të gjitha më regulore. I thonë pushtet popullor kjo, jo shaka. Po si. Këtë tavolinën çoni te karroca e madhe. Ju doni që të mos ta marrim edhe këtë. Siguro. Po e çojmë në karrocën tuaj. Kjo s'është e drejtë. Ky është shkatrim. O, sot, mama. Sa heri kemi thirrur edhe ne Zotit më i zonjë, po. Nuk na ka dëgjuar. Kishit gjë? Nisuni. Hapuni gjuna! Tu hapim rrugë zonjave se janë për ullë! Hini! Ta gëzoni shtëpi. Faleminderit shokugori. Të naroj pushteti. Ta gëzosh? E gëzosh? Faleminderit. Tek depoja e kombullimit, do të shesi qeveria plashkat e Belerë. Po për të goqa plash E vrace, që i ke këtë pasuri, për kova? Po ku bëjmë për kova këto? Nuk i shesën si janë bërë? Do t'i qoj të kovacit i ketë për qerepa. Hajt një tjeta. Një tjeta, et. Na vjen. Gëzuar shbej efendi. Gjallë më qenë ke? Dalu bej më dëgjo se nuk të ndajem. Ali bej. Po të prishe qerja. Qeni të re. Prit bej efendi. Se pati thënë dy lafe nuk mi ikën dot. Pa ta thënë se do t'i paguash një dita ka tona? Pa ta thënë? Ja ku ma more të keqen, more dhe psezit. Ga hundë do t'i nxjerësh të gjitha ta dish. 30 vjet në rope. Po dhe ti ama na more të keqen. Hajbe! Qeni salahanave! Ta gëzosh shtëpinë, Gjapanush. Faleminderit, more birë. Dëgjo. Heqini këta. Po pse, Gjapanush? Heqin. Nuk më bëjnë lazë mua këto, more birë. Heqin.
ma të keqë qesë. Gjoni ato shkoj të marrë gjithë perë në shtëpi? Jo, nuk dua. Ja, maar ja. Aha. Është mami. Guni, a ti se mami t'ja rrënte në lunat? Ajo ka për t'i qepur shumë bukur. Më regoni s'ke kështu. I pas ke qarë fare. Mirë, ti qepë të fate tani. Po pse keren? I vjen turp, mami, se është vetëm me brek. Mirë. Po këtë kushta ka qepur? I ka qepur babi. Babi ka shumë punë. Prandaj duhet ta ndihmosh edhe ti. Ti e rregullon dhomën? Po, edhe unë edhe babi. Po rrobat kush i lan? Babi. Mirë, sot do ta rregullojmë dhomën bashkë. Ngreu tani dhe mos kitur nga unë. Tani do më ndihmoni që të dy që të lajmë dyshemen. Merrni 2 kovande nga ne dhe më bini unë. Hajde. Të shkojmë një sapun kretëve dhe mbulisave të krevatëve. Gjirë sa të vi babi, i thalë tek soba dhe ju kurose. Mirë? Mirë. Në zyrë shokolativ. Do ne të takoni pa tjetër? Po të mos doje nuk vija deri këtu. Prisni 1 minutë. Shoku Tomar, kërkon takohet me ju Latif Bora. Po mirë të vi. Të një tjetër. Nuk I kemi mirë punët bashkë. Sa gjera s'po vjen si duhet. Po ti ullu njerën, a thuaj si shkon, pastaj kalon kritik. Më kanë thënë që I zënë shumë e punë, prandaj dhe nuk dori shumë. Ti mirë se erdhe Latif Bora. Punë kemi, po edhe kjo punë është. Si e ke hallin? Ja kam atë që me ca njerëz nuk po zilleni mirë. Pushteti ka tatuar rëndi sa njerëz dhe po I shkatron. Ja, qa u konfiskuan. Mua nuk m'ka ardhur I mirë që ca gjëra po bëhen ndryshe nga çdo doshin bërë. Ka një komitet partie për këtë shokolatif. Ka edhe një byro. Megjithatë çdo njeri ka të drejtë të sugjeroj. Po mirë, me që pas ke gjëra për të thënë na I thuaj. Ja, unë kam këtë. Ju me të dalë urdhresa për tatimet më caktuat mua kryetar të komisionit. Dhe unë e bëra punën ashtu si menduam ne. Pse nuk u muar parasysh vendimi ynë, po duart me një vendim tjetër? Po unë të thirra dhe të thash se vendimi që mori komisioni ishte një vendim oportunist.
Se si do të pranonim ne që në qarkun ton nuk ka asnjë njeri për t'u tatuar. Përse të kthemi prapë te kjo gjë? Sepse gjuhën më nxjerrin mua njerëzit tani. Ku je Latif Bora, më thonë, të vunë mjeftarë dhe të ruan mjekrën. Më tepër se kjo duhet na dhëmbë interesi partisë, shok Latif, i popullit. Nuk mbrohet autoriteti njeriu duke mbrojtur një gjë të padrejtë. Për atë vendim ne na hoqën veshin nga Komiteti Qendror. Edhe ty pak më tepër. Si është e mundur që të sillesh kaq but me ata që i kanë pirë gjakun popullit? Kujtojnë ata se ne ambar, se ne nuk ua dim alli zhverishët. I dim, si u majmën me manifaturën, me bereqetin, me vajgurin e me kripën. I ngrinin çmimet ditë për ditë, se thoshin hipi çmimin Durrës, hipi çmimin Itali, dhe shkundën popullin fukara. Tani le t'i nxjerrin paratë e vjedhura e t'ia kthejnë popullit. Se ti e di, nga do t'i gjej parat pushteti ynë kur ata e kanë grumbulluar Floririn dhe e kanë futur në dhe. Po nuk janë nga ata këta tanë. Nga e cop dyqan kanë pasur dhe kanë fituar ajsa për të mbajtur familjet e tyre. Edhe Alibeu, vetë Çifliku dhe fermës së lopëve 2 dyqane dinga me madh. Virgjin e pazarit të dritit e ka pasur monopol. Kripën, vajgurin, dhe sa ipi çmimi i dritit, manifaturës, kripës e vajgurit, nuk e dim ne? Po edhe i rënoi lufta. Bomba shkatroi dyqanin. Pastaj edhe ne ndonjë ndim na kanë dhënë. Na dha po si në fund të 44-s. Si në fund të 44-s? Dyqanin bomba ja shkatroi në shtator. Kurse ato 5 kacille i dhanë tetor. Se helvete budallasishte. Partizanët po hynin në qytet dhe kaq mend i pati ai që të dukej se e donte luftën. Po unë them se ç'bëri që kur hyri Italia dhe këtej. Sa verdoshka ka futur në përqype. Të mbrosh këta njerëz do të thotë të biesh në oportunizëm. Edhe këtë ta tham edhe kur erdhi shoku Astrit, po ti s'pas ke marrë vesh. Çfarë të marrë vesh unë, se dash kam të mbroj pasanikët? Ore, thoni më mirë se harruat Latif Borën atë bëni. Kur derdhe gjaku dhe unë luaja gishtin, bënte Latif Borë. Kurse tani nuk e kini për pesë dhe mund t'ja anulloni ato që të mund. Po nuk ja anulloj unë. Prit. Kush jemi ne dhe kush je ti? Kush jeni ju? Ju zot zyra tani. Kurse Latif Bora ka qenë i Kemsës. E me që Kemsa nuk u duhet më, sepse lirin e fituam. Ju të lapsi tani, shini si të doni e bëni si ta kini qefin. Kemsa na duhet, edhe tani. Por jo t'ju fërkojmë kratë spekulatorëve dhe tregtarëve. Ore, mblith mendjen e mos i lsho fjalë të verësie. Shokët që janë në përzyra kanë qenë dhe ata të Kemsës, jo vetëm ti. Çdo të thuash, ju zotë zyrat, shini si të doni, bëni si ta kini qefin. Ç'na diti neve? Ç'e diti pushtetin popullor? Mos ke kujtuar se do të përzinim ca bejlere, do të binim ca bejlere të rinj? Latif Bora. Partia ta bëri thirrjen si kuadri vjetër ushtarak që ishe, të bashkoheshe me luftën për të çliruar vendin, si çdo patriot, e jo të bënte bej të ri. Po ti sa erdhe në qet, na kërkove kal. Tani riri e na nxjerr kokë ky, kali yt, që nga prekur në sedër ti, se nuk po të pyes. E vën që të vish këtu dhe të bësh autokritik për atë që bëre me komisionin, na hidhesh në sulm. Ore tani i thoni çfarë të doni Latif Borës. I thoni që nuk vlen gjë prej gjaje, pse jo? Atë nuk e themin. Por këto punë duhen parë jo me setër të shmurë. Mendohu më mirë dhe do të bindesh se po vepron gabim. Po mirë pra më falë që të bezdisa. Latif Bora! Ti je në zyrën e sekretarit partisë këtu, dhe jo në pjetorën e shefit Kasharit. Këto që të thash mendoj mirë. Ti gjithmonë e ke pasur zor të kesh dikën mbi kokë. Kapetan. Vetëm të dish një gjë dhe vare vëth në vesh. Që gjithë i cili nga ne ka një mbi kokë. Partin. Shkoni, çështjen tuaj do ta shohim.
Ri, baba, ri. Janë ata të gjenjës. Bëjnë çminime në Krips. Jo. Nuk më duket nga Kripsi. Janë si këtëre. Nga deti. A jorë, baba. Nga Kripsi janë. Nga Kripsi. Ja. Nuk kam vdekur, ja. Nuk kam vdekur, Hanko Alime. Nuk kam vdekur, s'desko lajon. I mate im gjyshe ka përcënit qini dhe unë do ta ka përcej. Dizmojnë cigaret. Me pa të thëni ndjeri avokat Federico. Me pa të thëni vashi. Do të vi një kohë, më tha, që këtë sërën tonë, këtë kasën tonë, komunistë do të arjepin kështu, si qenin. E ja, ajo kohë, ku të vej më keq. Nuk e dua, ma t'jallë. Ku të vej më keq. Se që fliku na e muar. Po, shtëpit na i muar. Tani kërkojnë 15 milion të atim. Po shpirtin o dhoj, shpirtin dhoj, o qenë, o kriminell. Marë po, hajdina le hapë të këto që po bëjnë komunistët me nea. Mos me qaj, moj ti. Provesh me mos me qaj ti. Mos me qaj, moj ri. Mos mua këro mua. Kur ke dorë, dhe s'ti të marrë shak. E që na dujt me kjo jetë? Të vit jetri në saraje tona dhe unë të ngosë këtu në këtë grasht. Më mirë vdekjen. Mos të lëshoj nervat, moj grua. Ri, moj zonjë, ri. Dhe t'argalizëve ta, qapa qullet. Po jo, se atë janë. Edhe qifliku, edhe malli e gjeja, janë tongat. Nuk vdesim kollajnë, jo. Ndaj të them, moj grua. Mbaje vetën. Mbaje se... e di ky qanë. Halli është tani, baba, se nuk kemi gjë prej gjëje. Dhe në qofë se nuk paguajmë tatimin, komunistët kanë edhe burgun, po edhe plumbi po të lipset. Nuk kemi bukas për nesër. Hajde, punon kanal, më thonë. Do buk, ja kanali. Mos o zot, Jezu. Mos o zot. Se da, që kasta jonë, ku të regua një kast budaleq, ku ta tinim në pashit. Ta këshim ditu së të vijim punët kështu, me grusht atë këshim dhe parat. Vesh mos vinde kjo ditë. Po alatët, Muhamman. Ç'bëjnë më këta, ç'bëjnë këta? Ja. Ore, se shmë thatë za fjallë, ma. Avokata më diu. Që t'i quar gjëti? Po, baba. Unë mblodhën brëm në shpinë avokatit disa të sërëson, të tatuarit dhe të shpronsuarit. E bëri avokatit këta? Po, duan që të vete unë të tira. Të vesh, pirë. Të vesh. Neve vetëm ndërhyrja lehatëve mund në shptoj, pirë. Mos e mno iq këtë punë. Për nesër e kemi lënë. Pa qëratën. Ah. Kripsi. Po mua më duke si për shpëterë. A deti. Jo, baba, jo. Kripsi. Goni, ti ka reguluar dhe pastruar kështu? Jo, emri monit bashkimit e të fatua.
tokave dhe mi qepi mami bashkimin. Ti këtu? Po ti. Për nder, tha se shia ande. Nga dole këtu? Jam për Tiranë. Me lanë këtu të pres derisa të vi makina. Po pse në Tiranë? Me kanë emëruar në punë atje. Ku? Instruktorën Komitet Qendror të Rinisë. Pa shiko? Do me thënë vajtë e lartë, e? Pse shoku Gori, ke ndonjë vrejtje? As pak, për kundra si shokja jeta. U bën kaq kohë që më kemi parë. Më tha dikush që ka qenë në Sarandë. Që kur mbaroi lufta. Më caktuan me punë rinie. Prindrit në fshat janë? Në fshat. E po tani, të porosisin diçka për të gjitha këto. Usta, na sill dy ëmbëlsira. Erdhi. Po ti s'po më thua asgjë për vete? Isha kryetari i zyrës së tatimeve të jashtëzakonshme dhe shtetësimeve. Kurse tani më kanë caktuar në një zyrë për problemet e reformës agrare. Gëzuar jetë. Gëzuar. Si të shkojnë punat? Punë me të lashe shumë. Nga njëherë më duket se punët e luftës ishin më të thjeshta. Armikun e kishe ballë për ballë dhe dije se ç'bëj. Kurse tani që kanë gatruar shumë të punë. Nuk të shkon të qahesh. Mirë, nuk po qahet. Po ato punët e tua të rinisive. Ja, të shohim tani. Më duket edhe mua sa e vështirë kjo puna e re. Po, ma nuk qahen. Do mënohet shumë e makina. Si të ata shokët më thanë sa të furnizoheshin me benzinë. Kush e di kur e bie rasti të takohemi përsëri. Mbas e vi ndonjëherë këtej për punë të rinisë. Edhe do të më kërkosh? Po. Shkojmë? Mund të shkruaj diçka? Po? Më shkruaj. Rrugë të mbarë. Miropafshim. Miropafshim. Ku e ke veturën, zë fjali, he? Si arë u tha kemi kamion ti, he? Do mësoj, Doros, do mësoj. Ku shkoni kështu, doktor Mihali? Në Tiranë. Ka një telegram për një vizitë. Telegram? Alo. Baş more çuna, baş e kadar bakayım. Baş more.
Unë mbar djema. Mbar fatë me sëra, komandant. Po shoku Sula. Po si është shoku komandant? Çi ke lodhur gjë këtej? Ja kemi punë më dost. Ti si je? Mirë. Si të vjen punë? Birin gji fare, ja si qeshe. Ai lupshin kratë. Edhe jepini forca, ha? Shoku komandant, do vish të pim nga një kafe bashkë. Mos ma prish për kokën tënde. Kemi një qorë këtu, po ama kafet i bën shumë të mirë. Mirë, s'po ta prish. Faleminderit. E kaloj mirë të shoku Sula. Dhe që mua më ka pëlqyer gjithmonë jeta me shok. Asgjë s'kam qenë unë parë. Po jeta tani po mësoj zanat. Është gjë e madhe kjo shoqëria jonë, shoku komandant. Si thua ti, e? E madhe është Rusta. E madhe. Të ke qenë Rusta. Në shti do të më thuash një gjeti, shoku Sula. A është e vërtet ajo puna e Hitlerit? Thonë se një police pas kërka parë të vdekur me sytë e tij, bashkë me të shoqe në një pallat, se si ja thoshin emrin, morë në Berlin. Është edhe një lajm i tillë. Po nuk dihet në është i vërtet. Po, dale në ashti se dhe mua se besohet kjo. Stalini ja kishte bërë pen, gjallë vdekur kishte thënë, atë Hitlerin duat masini këtu. Në ashti, si e pa ky polici, edhe nuk e pa me njëri tjetër. Thonë që e ka parë duke u djegur kufomën e tij. Edhe u bësh krumbe, ha? Po, mish njeriu digje tamam si pish. O shoj du një anë qeni. Do e rjepur dhe nga sverku, ama. Me gjithë që një mendje në shtiti shoku Sula, më thotë se do t'jeti gjallë jeziti, e do t'jetë fshehur në një vrim. Ha? Si thoni? Kujdir, bas edhe është gjallë. Ne kapshin, nati thëmë baba Stalinit. Ja ku e ke jezitin. E, roba Staline. Si e dënjaja jo. Baba Stalini po u jep dërmë fashiste. E nje këtë? Baba Stalini. Aman, pos ma dhe o shoku komandant. Të keqen Rusta pos ma dhe. Mere Rust. Faleminderit shoku Sula. Ika tani sempre tu stai. E po, natë në mirë, shok. Natë në mirë. Veri gishtin kokës. Partia i merë masat për t'i ndrequr njerëzit.
Kam dëgjuar lajme shumë të hidhura. Po. Ne na shpronsuan dhe na kërkojnë të paguajmë 15 milion për fitimet e kohës së luftës. Na ka futur në inkasode dhe na thonë të kapim kazën, po të duam të hambuk. Kjo është shprehje e cinizmit të raskamanëve. Kështu e kanë bërë klasave në fuqi në të gjitha revolucionet, s'është gjë e re. Është pikërisht nga kjo urrëti dhe ky cinizëm që çuan Marie Antoinette në giotinë. Po zoti Maluka. Ju këtë mbase nuk e ndjeni, por ne u shkatruan plotësisht. Është e tmerrshme. Ne nuk kemi armiq. Nëse kemi kapur pushën kundër partisë tyre, çfarë duan nga ne? Jemi asnjëans. Nuk është arsyetim kë. Këto janë gënjeshtra kalamajsh. Ti je njëri që merr vesh nga sociologjia. Për proletariatin, të gjitha klasat që e kanë shfrytzuar, kanë kapur ose jo pushkën kundër tij, janë klasa armike. Edhe ju jeni armiq. Dhe ja ku po ja them, se kosa do të bëhet gjithnjë më e tmerrshme. Së shpejti do të më vijë rradha mua. Unë këtë e di, jam i përgatitur. Unë jam avokat, birbeu dhe armik i proletariatit. Çdo të duhem unë ligjeve të reja. Unë ato ju rrej. Ata do të nxjerrin avokatët e tyre dhe mua do të më japin pokazmën. Logjika është e thjeshtë. Çdo gjë është fare e qartë. Për shpunë jeni munduar deri këtu? Ju vazhdoni të jeni mik me Mr. Darandin? Po, vazhdoj ta kem. Kuptohet në kushtet e reja. Ju besoj se e dini se komunistët s'para i kanë qejf anglezët. Ata i shikojnë me dyshim edhe njerëzit që shoqërohen me ta. Dhe aq më tepër me një nga përfaqësuesit e misionit anglez, siç është Mr. Darandi. Po, për juve, unë do të bëj diçka. Si është puna? Kam sill një ankesë. Një farë peticioni. E ka artuar avokati ju në Amdit Saka në emër të disa familjeve si e jona. E kemi firmosur të gjithë dhe i drejtojmë misionit anglez. Thelbi kërkesës sonë është i qartë. Komunistët, me gjithë këto masa që po marrin, synojnë të shkatrojnë ekonominë e vendit. Ne i lutemi atij misioni që të ndryjë pranë qeverisë komuniste që taksat që na kanë vënë të mos paguhen. Kërkojmë gjithashtu të kthehemi në shtëpi tonë. Zoti Rezbat, ju kam mik dhe do të flas hapur. Duhet të them se ju që të gjithë jeni treguar fare naiv. Unë do të jap peticionin Mr. Darantit. Po, çfarë lëvërtie do të keni ju nga kjo? Do t'ju them një gjë që ju duhet ta dini. Anglezët nuk mund ta detyrojnë qeverinë shqiptare të kthejë në rrugë paqësore atë që komunistët e fituan me luftë. Domethënë pushtetin e tyre popullor është pikërisht kjo që po na heqin nga duart komunistët, pushteti që kishin. Anglezët janë gati të na ndihmojnë, por në një rrugë tjetër që është krejt e natyrshme. E duam pushtetin ne. Atëherë të drejtojmë armët dhe ta marrim. Në qoftë se ja krisim ne, domethënë, në qoftë se ne krijojmë një situatë të brendshme për këtë punë, atëherë anglezët janë plotësisht gatshëm të krijojnë një situatë jashtme, bile duke ndërhyrë direkt me flotën e tyre. Po a mund të bëjnë gjëra të tilla tani zoti Maluka? Vdekja është njësoj e sigurt. Çfarë lajmë keni për punën Saliu? Ka disa ditë që u pan shenjat e tij. Na ka rënë në dorë ndonjë fletushk. Flitet për një përgatitje. Është e vërtet? Po lëviz diçka. Do të vinë edhe juve ca habere. E gjithë puna është të mos na lë zemrën këto çaste vendimtare. Po e jap një këshill prej miku. U a thoni dhe atyre tuve atje. Lëreni lutjet dhe peticionet. Peticioni më i mirë është kjo. Po kemi mbetur pak. Jo dhe aq pak. Do të rini din Tiranë? Besoj edhe nesër. Atëherë jeni tek unë nesër mbrëmë rreth orës 10. Është fjala për kontributin që duhet japim që të gjithë ne për këtë çështje. Kush rrit duar kryq në këtë kohë e ka të humbur davan. Me sinqerisht se kaq vetëm një miku mund t'i flitet. Për ato që ka bërë familja juaj për ne, u jam bëshli të rjetën. Fol më hapur, Qanor. Presim të zbarkojnë anglezët. Kur? Së shpejti.
Ju duhet të ndihmoni punat Saliu. Vetëm të Kris. Nuk durohet më. Atëherë, nesër mbrëmë dhe natë me mirë. Natë me mirë.